Punimet e projektit tërësor për hyrje në Shkodrës, sa i përket sheshimit të territorit, janë përqendruar në zonën ku ndodheshin barakat e komunitetit rom përballë godinës së ish-gjykatës së apelit për të vijuar më tej te shëtitoria e ish-pazarit të vjetër. Siç tregojnë edhe pamjet filmike, gërmimi i parë i sheshit ka përfunduar dhe aktualisht po transportohen platformat prej hekurit dhe betoni. Ndërkohë është ndërhyrë edhe në stoqet me zhavor në segmentin e bllokuar të degëzimit të bypassit dhe po mbushet e sheshohet pellgu pranë shëtitores. Sipas projektit, e gjitha kjo zonë do të sistemohet e rafshohet deri në brigjet e liçenit të Shkodrës, si pjesë e lotit ndërhyrja në hyrje të Shkodrës dhe rikualifikimi i bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Së bashku me lotin, rritja ofertës turistike të zonave natyrore në qarkun e Shkodrës duke përmirësuar peizazhin dhe infrastrukturën lidhëse, hyrja e liçenit të Shkodrës, faza 2, parku ligatinor, financimi ka vlerën mbi 5.133.000 euro dhe 479.154.000 lekë të reja. Po në kuadër të këtyre investimeve në këtë zonë, është edhe projekti përmirësimi potencialit të turizmit kulturor nëpërmjet ndërtimit të muzeut të ri të lundrimit në Shkodër, ku financohen mbi 2.465.000 euro me një afat përfundimi prej 456 ditësh.